Presidenti Amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se është arritur një marrëveshje për ndalimin e sulmeve të ndërsjella mes Izraelit dhe grupit Hezbollah në Liban përmes ndërmjetësve ndërkombëtar. Sipas tij, përmes një komunikimi indirekt me përfaqësues të Hezbollahut, palët kanë rënë dakord të ndalin shkëmbimin e zjarrit, një zhvillim që do të shënonte një ulje të ndjeshme të tensioneve në rajon. Trump gjithashtu ka thënë se ka zhvilluar një bisedë shumë produktive me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, gjatë së cilës është diskutuar edhe situata në terren dhe lëvizjet e trupave izraelite në drejtim të Bejrutit. Ai ka theksuar se çdo njësi ushtarake që ishte në lëvizje drejt kryeqytetit libanez është tërhequr, duke sinjalizuar një depërshkallëzim të mundshëm të situatës. Këto deklarata vijnë në një moment kur Irani ka njoftuar pezullimin e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara në shenjë proteste ndaj veprimeve të Izraelit në Liban, duke shtuar më tej pasigurinë diplomatike në rajon. Nga ana tjetër, Teherani ka akuzuar Washingtonin për mungesë koherence dhe për ndikim të drejtpërdrejtë të Izraelit në prishjen e përpjekjeve për paqe, duke cilësuar situatën si një bashkëpërgjegjësi mes dy aktorëve. Sipas zyrtarëve iranian, Izraeli shihet si një faktor përçarës që pengon çdo proces të mundshëm stabilizimi në rajon, ndërsa Shtetet e Bashkuara akuzohen për mungesë neutraliteti në negociata. Ndërkohë, SBA dhe Irani raportohen se kanë shkëmbyer sulme sporadike që prej hyrjes në fuqi të një arpushimi të brisht në fillim të prillit, duke treguar se situata në terren mbetet ende e paqëndrueshme.